Lor edhe në fjali që i thurke. Më thonë, ishtë shumë ma ngritun. A ishin Sërba apo Macedonas? Ja, federativ? Ja, ta kanë qenë Sërbë. Ja, në qërbim Macedoni dhe tjerë nuk ka pas, absolut. Ja, ta kanë qenë vetë Sërbë. Se sa do ku do në thekës në diferencojnë për jashtë e mirës me Malazes, unë ndryshën se ta tjeti ndryshën edhe në thekës. Se unë veç i kisha bo një vjetë shërbim ushtarak aty veç sërbë-kroatisht edhe hetimet kejtë kanë qenë sërbisht, dhe më thonë, u bo gjua, bile më pason më përgjegjë Shqipë në seancë, unë e kumë pas problem përgjegjë, si jenë përgjegjë sërbë-kroatisht. Edhe unë arsëtimin e kumë pas si alibi, e kumë pas në mbole, se na kemi familjarat, jenë në Turqina dhe Pazar, unë kumë thonë, kumë qenë në vizit familjarve, edhe arsyeja tjetër që ata nuk kanë pas fakt material, me më ofru, me thonë, ja kontaktet e tua. Edhe tash, ta mbyllë me këto, se unë mendova si ata nuk pedishkan që kam unë kontakte, që kam pas kontakte me personelin e Shqipërisë, kur përfundoj këtë seanca, se i këthejmë i ta edhe një herë të usisë. Erë një provë shtak, po më pytë, tha, krasnisht, tha, jam interesuar, tha, me ditë, ti, tha, si jurist, tha, që që vlerësa, tha, komplet procedurën. Prej arrestimit, trajtimin, cilësinë e veprës penale, lartësinë e dënimit, tha, komplet, tha, po du, tha, me digju, tha, prej te. Unë i tha shkurt ati. Tha, shumë falenderoj që më keni dënu. Tha, pse, tha? Tha, shpo, unë e tha, si jurist, tha, shumë pas ambicje, tha, si të thejna, me vazhdu matutje dhe me dalë me punu si gjyqtar. Thashe, i kështë denu popullin pa fajta që shumë denu t'ju mu. Thashe, qëto së më keni lau me hinë gjëna, thashe, e kry që denim, shkojnë në shpi, si kom bërë qërkuj. Ja nisi për dhe të kryt, tha e mërë krasisht, tha ti, tha, seriozisht, tha me ndonë, tha që nuk e dim, tha, na që ke botë ja. Ti, tha, ke bashkëpunu, bile këton fjallën, së ma tha, bezbedon, po sigurim. Tha, ti ke bashkëpunu, tha, me sigurim, tha, shqiptar. Po ty ta ka mundësu profesioni, tha, ke bo veprën, tha, ke fshi gjuhëm. Tha, është fakta që nësë kemë zohë kur gjo, tha, po na e dim që ti ke bashkëpunu me sigurim shqiptar. A këshin informacione që ti, me një varforme, mundje ti vendosësh kështu në peshore dhe në të sitën e vërtetësis, për të partë nëse dikush ka informuar tamam se qa ke bërë? Nuk kanë pas informacione, po metoda e të marrlit në pyetje tyne. Po, unë për fatë mirë, kur kom qenë student e kom pas punu një temë seminarike, marrja në pyetje të akuzumit. Ta shisha vetë në atë pozitë, si lidhën të sene. Po kështu diçka informacion sa ke bërë s'ka bos kështu? Nuk kanë pas informacion, po ata të bojnë me dyshu se kanë informacion. Se kanë informacion, po kjo është metoda. Bojnë pyetje, biseda përgjithshme edhe ti nëse nuk je i përgatitur ose nuk ke njohuri për metoda se si ata bëjnë pyetje, ti tregon vetë. Ta krijojnë bindjen që e din. Ta krijojnë pyetjen që e din, se ata ti bëjnë pyetje për shembull, që ke bëu për shembull me vllau ton ose me një shok të ngushtë ton, edhe ty të krijohet bindje se pas ka lejë rumu vllau. Po. Çat bindje ta krijojnë ata për personat që nuk e kanë njohur atë procedurë. Metoda e sigurimit. Metoda, ata sigurisht tani fillojnë vetë me tregu. Okej. Edhe mjafton. Veç që thojnë, si veç fijet mja gjithë lamë, se tani zhvillohet komplet matutja ajo vërmëtarja ilegale. Tentuan t'ju lëm pa gjumë, tentuan me një varforme bëjnë presion implicit në këtë situatë, apo jo? Po. Po ishe duke thënë që mos të ndërpres, urdhra. Po. Ata i kanë shfrytzu edhe si metoda se jenë mundu ata gjithë me të qitë në depresion. E ka përshamë metodën e pagjumësisë, metodën ka njësu shumë metodë sfastrimi tronit. Ajo është shumë e rrezikshme. Edhe të hipnotizimit. Tri këto metoda ka njësistu të onë e mi bo. Po unë po thamë... A funksionuan? Jo, vesh falë profesionit. Se një shok të amin e ka funksionu të ajë që ka marrë të onë në pikë. Së dhe gjendje psiqike, për te profesionit është dhe... Po, edhe tash, ti merë men ata gjatë hetusi se ata kanë qenë shumë edhe psikolog të fortë që kur ti bojnë pyetje ty, me reagime tua ti e tregon nëse e prekin atë pikën kyç që komunin zedi shapete njëri instinktivisht reagon pa me tjashme. Nuk e kanë arritë ato. Ti merë men vesh për të regoj thjesht, në thoshin Mare krasni thoshin ti e din që vërtet shtypi Jugoslav ka shku jashtëzakonisht shumë për mu, do të se këto ma vënë kur ngrita këtë akuza. E din thoshin që ti kur dish prej burgit,
këtë popullit kanë me ta bo, me gjesë qëre kë armiku i popullit, edhe kërkur se isha pa martu. Kërkur se i ty s'ka me pranu martu me ty. Ki me të ki ton jetën që shto rrugë, ki mos hilë, unë e disha që sa mirë, po unë më nëjsin me gjetë ata dikun, konsht pika i me dopë, do me thonë, s'ka lau kun, pa prek, por nuk ja dollë. Nuk ja kanë dollë. Kur ka qenë që nata e 7-8, u lodha fizikisht. Që ma qafa nuk e ma ki kokën që të ndike. Pa gjumësi, edhe ushqimi kur ta bishin me hangërë, thëshin, urna hese, nuk e kena helmu, thëshin se me dashtë me të mytë mysëm kur dojnë. Hapta zë mi kanë dha. Pije thëke, se mbishin edhe me pi. Pije thëke, më sëtut se nuk ka helm. Ta vishë këshyre, në me thonë, edhe të kanë pru me hangërë, edhe të kanë thonë si kena helmu. Pije se se kem helmu. Me thonë, u konë presionin në gjdo aspekt të hetosisë. Edhe mas sa dite e pasë të vetin që i vetë që i lohatun në qëndrime se pa gjumësi. Metode e sfastrimi trunë, të metode e sfastrimi trunë du ka interesant që tonë ka pas efekt kundër të nëse kër insistojshin ata me dalën ata më kujtojshin marrjen pyetje të akuzum dhe kum pas kryte të profesor Veselativin e kum pas. Si kur me nëzirë libën me letëzu më kujtojshin marrjen pyetje të akuzumit metodat. Edhe unë ju kundërvish ato dhe gjithë të fjallën, më thëshin ati si pravnik. Edhe u lodha fizikisht, edhe psikikisht u lodha, pe ati presioni, edhe pithom ati i prorit, thash, len mi thasante, po shaj, nesër kom të regu këtë qka ti. Edhe aje pranaj me njerë. Ka qenë orë dikun ka 12 natës, që ka urnu se ata ushtarët ishin mërën aty, mërë krasin ishin qodet të. Ato i kom kriju një bindje që thujnë të zote, se egzistoj një fuqi, cila i regullo këto sene se një nuk mundet. Kum fjetë dhe 5 orë kushtëm. Edhe kur jem qunë me në gjesë, aqë kum qenë i frest, thu se s'ka ndodhë kur gjë me mu. Në gjdo aspekt, edhe fizik, edhe psikik. Edhe, balavacim pasaj shka ndodhi? Zoti, po mu i ka me të pështu se tjetë. Pasaj në balavacimin arshëm shka ndodhi? Balavacim, kur jem shku aty, gjithë e prorët që kishin zhvillu hetimet me mu ishin ardhë në atë dhomë. Ta shumë digju mu që ka po thamë. Edhe kur shkova unë atër shumë i relaksum, si s'ka ndodhë kur gjë me mu. Se frikë nuk ka, dhe këtë ta them. Në momentin që jam arrestu, aty janë dy, ose des frikë, janë du të me vdekë, se dyjat nuk funksionojnë. E të unë e ka vdekë frikëja, si më kanë arrestu, ka vdekë frikëja dhe mo nuk më pas frikë as për tortur, as për vrasje, as për absolut. Ajo ka qenë këtë elan anësh. Edhe ja nisja e prori. Tha, hajde, tha krasnisht, tha, që kim në thonë. Thash, s'kam, thash, përveç që kim bisedu dhe i ta, thash, kur gjitha, tha, s'kam tjede që me thonë, se s'kam bëhë. Po qyshe, u më në kja jo, më ki përmtu kështu pramë, thash, që thash, nëse të kum përmtu në pramë, thash, ju shumë mirë, dini, kom qeni smut. Prejt smutit, nuk kini drejt intervjis me marë. Nëse e merë, nuk është e vlefshme. Ju shumë mirë, dini këto. Nëse të kum përmtu diçka, kom qenë këtë një tjetër gjendje, edhe nuk ka kur farë vlere. Une vazhdojmë sa të dani me biseda, s'ka kur gjë tjetër të re. Besa dhamë të i këllëseqin për sikletit. Fizikisht nuk më kanë rej kur me hetosi. Kur kom qenë uniform ushtarake, në ashtarë për shkak të uniformës, nuk e di pse s'më kanë rej. Fizikisht s'më kanë prej kur, opresionit tjera kanë qenë një zakonisht ma. Tani kanë zhvillu dhe paketimi edhe më kanë qu të gjyqtari e tusë. Të gjyqtari, kur kërë